Zhvillimet e fundit politike në Kosovë kanë shkaktuar reagime edhe në nivele ndërkombëtare pas dështimit të kuvendit për të zgjedhur presidentin e ri të vendit. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Riho Terras e cilësoi situatën si një pengesë serioze për stabilitetin politik të vendit. Përmes një reagimi në platformën X, Terras shprehu zhgënjim për bllokimin institucional duke theksuar se në vend të stabilitetit, Kosova po përballet me një periudhë të re pasigurie politike. Pas dështimit të procesit në parlament, presidenti Vjosa Osmani njoftoi se kishte nxjerrë dekretin për shpërndarjen e kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja, duke argumentuar se vendimi ishte në përputhje me detyrimet kushtetuese që lidhen me zgjedhjen e kreut të shtetit. Vendimi kundërshtuar nga kryeministri Albin Kurti, i cili deklaroi se ishte informuar për deklaratën përmes mediave dhe jo përmes një komunikimi zyrtar. Ai theksoi se sipas kushtetutës duhet të kalojë një periudhë 60 ditore nga nisja e procedurave për zgjedhjen e presidentit përpara se të merret vendimi për shpërndarjen e parlamentit. Kurti shtoi se seanca e fundit për zgjedhjen e presidentit kishte zgjatur vetëm 30 minuta, duke nënvizuar se nuk kishte respektuar afatin e nevojshëm procedurial. Seanca e fundit e kuvendit për zgjedhjen e presidentit u zhvillua me 5 mars, u ndërprer për shkak të mungesës së kuorumit, pasi deputetët e partive opozitare nuk morën pjesë në votim. Në garë për postin e presidentit ishin 2 kandidatë nga lëvizja vetëvendosje, Glaut Konjufska dhe Fatmire Kolçaku Mullhaxha.